Përshëndetje, kjo është Storytime, ku në flasë për ngjarjet që i kom pas, klientat që i kom pas dhe rezultatin e tyre. Sot deshta me folë për këtë punën e syrit keq. Qa kom pa, qa kom studiu e qa kom mësu për syrin e keq, është që ekziston gjithkon. Edhe e kam bindjen që gjithë kush është i prekun për syrit keq. Shumë shpesh njerëzit të më kontaktojnë për bllokime. Çfarë do bllokime që kanë? Ose për jetë, ose për fat, ose për ekonomi, ose për punë, ose bllokime në familje. Çfarë do bllokime që kanë njerëzit të më kontaktojnë edhe dojnë me ditë edhe ofër 95% të rasteve e ndi gjithmonë që mundet me qenë puna e syrit keq. Do me thonë që kini në afërsi të juj një person që është të ju pa me lakmi, është të ju pa me inati ose me xhelozi. Po, syri keq që dëmton mas shumëti është ajo që i kiti ndaj vetvetes. Qysh e shet ti vetveten, ashtu tani edhe njerëzit ty ose universi ose rrethina jote që ashtu manifestohet. Edhe kjo është mundet me qenë edhe si shkak pasoj e si jena rrit pi prindve tonë. Se edhe prindrit tonë nëse e kanë pas një qëllim të mirë, ndoshta e kanë pas një mendim të keq ndonjëherë, ndoshta e kanë pas një ndjenje të keqe kundrejt neve ndonjëherë, ndoshta e kanë pas edhe një fjalë të keqe kundrejt neve ndonjëherë që ka kriju atë energjinë e syrit keq. Ajo nuk ka qenë me qëllim, po prapë u kriju ajo energjia e keqe, negative, e ertë që është ngjit të aura jonë, të shtresa e aurës. Unë e qa bëj në këta rastet është numër 1 është një prish. Çfarë do bllokime që janë për syrit keq. Numër 2 është me kriju një shtresë të mbrojtjes kundrej syrit të keq. Masandej është puna në duart e juja. Se si e ngritni ju aurën, si e bëni ju aurën e juj më të fortë. Aja bëhet me ushqim, bëhet me pije, bëhet me mendimet e mira, bëhen me fjalët e mira, bëhen me meditim, bëhen me lutje, bëhen me sadak, bëhen me ecje kom zbath në natyrë. Ka shumë mënyra që me ngrit aurën. Po njëherë, sikur që bëhet kjo, do më thonë, shprastrimi i trupit, duhet se cili me njëherë vjetë, spaku, me mi prish blokimet që i ka për ziliqarve. Se ziliqar nuk mundesh me i ikë. Edhe shpesh i ndikush që më thëtë, a mundesh më tregu kush unë ka ma shumë, bilet largona për ati personi. Nuk mundën i mushmong për njerëzit që kanë lakmi, ose të shohin me inati, ose kanë xhelozin ndaj juve. Se ekziston gjithkun. Në qëse ju jeni e ndini që jeni të blokum edhe keni nevojë për ndihmë, mos hezitoni, kontaktom në mesazhe private ose në numrin e telefonit 004 765 765 682 ose 003 383 43 733 394. Ju mirëpres.